Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetar, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi është u Chelsea në këtë kafaz. Por që është i bukur. Kjo letër flet për zgjidhje, qelesa që hapin rrugën për sqarim dhe vetëdije. Tregon se je afër një momenti ku diçka ka qenë e paqartë, e bllokuar ose e mbyllur dhe do të hapet. Mund të jetë një përgjigje që vjen, një lajm që po e prisni, një mundësi që del në dritë, apo thjesht vetdia që ti tashmë ke Chelsin, nuk të mungon asgjë. Kjo pasqyron dhe një vërtet që del në shesh dhe të ndihmon të kuptosh një situatë. Një vendim apo veprim që ke në dorë ta bësh vetë dhe që të qon përpara. Dali dhe nga pasiguria të dashur qytetar, si të thuash e kuptova më në fund çfarë duhet të bëj. Po ashtu mund të jetë sinjal për një mundësi të artë, një derë që po hapet për ty, ose një shans që nuk duhet lënë pas dore. Kjo letër përfaqëson fuqinë për të zgjedhur një problem, kuptuar një ndjenjë, hapur një rrugë që ishte mbyllur, liruar veten nga diçka që të mbante të ngujuar, qoftë mendim, frikë, marrëdhënie apo pritje të dashur shigjetar.